këtë P4, P4. Jam në emisionin tim të 18 miliarde. Pyta. Pa unë burko, plak. Sot, jam e best one. Shko pa partë. E pi Justin Bieber, Justin Timberlake. E pi me Beqetit ku Kasare. Pa unë burko, falenderit best one. Ftoj në studio, plak. Është doktor turk, është i pa partë. E po s'ka mundësi, nese. Me muzik, Imam Bayaldit Turkan. Doktori turk, Tilaver Kusha. Dhe në fund fare, ftoj të madhin, Kadri Drasa. E, po një sekund, Një sekund, a i nuk futet plak, nuk futet se nuk është si tjerët, është i veçantë. Ftoj këtu kandidatin për kryetar bashkie të Minxhyrës, Kadri Drasa. Mi mbrava në këtë P5. Tamam, merhaba. Mi mbrava doktor Imam Bayaldit e kështë, unë të hapë ditë ty. Merhaba. Po i sekundë, si do të bëjmë para të përkthysim më plak. Kush do na përkthejnë? E çelën në makinë tjetër. Nuk ka problem, sepse unë flas gjua Arnauti. Flas shqip. Flet shqip, e? Po. Përkthysin kur përtoj e marr për të përkthyer. Kur përtoj të jap makinës, ajo përkthysi jep makinës. Inshallah nuk përtoni ditë për kruan plak se. Inshallah jo. Fjalla jo dhe vesh Perëndis. Inshallah jo, nese, po përtove plak, merre numrin tim telefonit. E, jam këtu me doktorin me otorino laringorogu në Zoti Gusha, mi mbroma. Po, mi mbroma. Mbroma, Zoti Gusha. Atëherë do flasim për këto operacionet, plak. Po, do flasim. Operacionet plastike që po bëhen në masë, plak. Po, do flasim. Po vis ngeli njeri pa vjedhur. Vjedhin gjithë qeveritarët që vinë tuke ne vjedhin, po na vjedhin dhe ndërkombëtarët më plak. S'ngeli turke, italian, pa ardhur e grek, pa na vjedhur, doktora, e pyta. Po, më fal, ta them diçka? Ka fal Perëndia, plak. Po, këto operacionet që ky zotria na i shet si ndërhyrje estetike, ky zotria këtu, bëhen vetëm në raste kur pacienti ka vërtet nevojë fizike. Pra kur është i smur. Po këtu po bëhen vajza 18 vjeç, mo. Po se pa formuar, mo. 18 vjeç ka bërë bythet ajo. Po 18 vjeç. Po kur shkosh 25 do të varë në tokë më vaj. Çfarë bën kështu? E, një sekondë. Fal. Jo, doktor, më valo, ndërpres. Jo, më plak, është një komshia ime, është e bërë e gjitha më plak. E mora një ditë në makinë më plak. Nuk kisha kondicioneri që 40 gradë, më shkriu e gjitha, më shkoj ke këmbët e. Do 20.000 euro të ndërtoj prap, pyta. Ja. Më fal, një best one, profesor, profesor. Po, më fal, 16 vjeç nuk e formuar ende. Ka shkuar, ka bërë gjoksin e. Po ku vete më vajz? Po kur të rritesh ti se je në proces rritje, në fund fare do na dalësh me 3 cica më. E, pick up, si ma. Po ç'bën më? Ai zonë do të bëjmë prapë. Ma fal të kam diçka, ma fal. Këtu më shumë po bëhen meshkuj, se sa femrat. Po, i bën ata këto ndërhyrje. Po tani gjithaj djalë, vetë edhe bën bythët. Djali mbar, në ke byth, ripa byth. Profesor, ripa byth. Një sekond. Ç'a bën ta? Një sekond, se ka replik, një sekond. Qa problemi ka? Po, ku është problemi? Nëse të rinjt, të rejat, shqyqyr, duan të bëjnë ndërhyrje. Në gjym! E gjym, po i gjym dëshira. Më fal, ti, më gjym që të marrësh lek ti më plak, normal. Po më fal, çfarë? Një sekond. E, po Kadri, po ti qa mendimi ke më plak në këto ndërhyrjet? Jo. Se ti Kadri, ka përshtyme që ke nevojë, se ti ke ato styrin për ta vaditur plak. Llamarines mund t'i bëj që të dojaj, po kilometrat i kam bërën. Po të gjojë të ti, gastar. Mos qelja e muhabeteve me Europën. E negociatave, kupto? Muhabeteve i thotë heshti. E ka mërzitur miletin, shumë. Dhe jam i 100% që po t'ishim bërë unë, kryeministër, do kishim hyrë në Europë tu e 5 vjet para, gëzuar. Gëzuar bëf mirë plak, është e vërtet. Po unë kam një mesazh. Ati që i mbushi mendjen këtij njeriu që ti duhet të kandidosh dhe të bëhesh kryetar, unë do t'jap 1 milion lekë çdo muaj. Ka bërë mrekulli plak. Është i papar, po doktor vazhdo. Më fal. Ti zotëri çfarë jeti? Biznesmen jeti? Se doktor nuk je.
Ja, doktori Mjera ka ka kot. Doktori ka kot. Nuk mund bësh çdo gjë për para. E t'ju vitur. Po që këtu, liqe qarë, jam bërë të gjithë siguri ka piskuar grenze, more. Më është e vërtet. Këto këngëtarët njerë, këto nuk i njëm nga surati, se kanë surati njësoj. I njëm nga bytha këto. Pika, për si madhe. Ma shka fun. Ja, se vërtet. Pa që shka fun, doktor, do mbyllim. Doktor, ku do t'i bëni këto shpesh, ku do t'i bëni këto? Vlavan, unë doja të thoja se për sezonin veror 2020, ne do të hapim klinikat tona në Vellipoja, Durrësi, Vllora, Saranda, që ti mund të vish të bësh ndërhyrjen, por mund të bësh edhe pushimet verora. Prandaj e kam thënë dhe e rrithem Vlavan. Ne kyzeshim, jesh shaman. Gjushi për bardhës, nese. Po të sem, Vani, me këto ndërhyrje të pavënda, vënd e pavënd, po humbasin tiparet kryesore që karakterizojnë një shqiptar. Pse më për shembull, ha, doktor. Na kanë humbur ato buzhollat. Na kanë humbur ato byth voglat. Tamam. Po, shpërnake. Jo, na kanë humbur. Ore, na kanë humbur hunderët. Na kanë humbur veshderët. Po që do veshderët më plak. Po si që do pëja të kap gruaja për veshët ta afron dhe të puth. Po që do veshderët. Po të vesh që ka dhe në zoti. Ke vesh, rri aty. Gjo, Është vërtet tani një sekond. Po fjala për ty, fjala për kam një thirrje për gjithë çupat, për gjithë femrat. Kush do gjoksin, kush do vithet, kush do faqet, me të bërë kryeministër, do ketë tul me bollak për gjitha, kupton? Është i madh, është aut fare pika, është i papar. Është i papar. Jo. Fjallë e fundit, të lutem, dua të vish ta thua ashtu me mua, hajde këtu zoti Drasa, hajde këtu me mua. Më fal. Ta them edhe një mesazh. Tu nuk dukesh dil përpara, dil tu përpara plak, dilet përpara plak. Dua fjallë e fundit. Unë kam marrë tu për t'i dhënë zgjidhje halleve gjithë shqiptarëve dhe zgjidhja e shëndetit e çdo lloj gjëje është droni, kupton? Me dron ne i zgjidhim gjitha, kupton? Po si të zgjidhesh më plak? Po ja, për shembull, djaloshi aty ka probleme me shëndetin, i çon SMS dronit. Dreng e merr droni SMS-n, e përpunon, nisë dronin në përfusha, male, merr bimët medicinale dhe i përzien brenda. Dhe në këtë moment droni vete tek i sëmuri dhe ja hedh në gotë. Lok. E pi shërohesh. Por unë si intelektual që jam, domethënë, kam gjetur. Çu mendon ti? Ti je intelektual. Unë jam i bindur, unë dhe Europa me mendimet e mia. Dhe kam gjetur zgjidhjen si të futet kjo Shqipëri në Europë, kupton? Jo, e pas ka gjetur zoti Drasa. Hajnë më plak. Droni. Me dron. Me 3 milion dron, ne ka një kur gjithë Gjermani plak, ta më kanë ngel për të bërë emisioni plak. Gjo. Që bërë këti vëndi, ma e. Gjo, me 3 milion dron, lëshëm kapën nga droni, e kapim Shqipërinë, edhe e ngrem, fat. Pastaj nisemi për Europë, lap. Dhe me të vajtur atje në qendër të Europës, një të parkuar Shqipërinë. Dreng! Shumë baro dhe kjo emision për sonde plak. Po që i të do punë.